Ish kryeministri Sali Berisha është thirrur ditën e sotme në orën 9 në SPAK për dosjen e 21 janarit, paraqitja e ish kryeministrit në prokurorinë e posaçme për të dëshmuar për rolin dhe përgjegjësinë e tij për plumbat që vran 4 protestues në bulevard para kryeministrisë, vjen pas refuzimit të 2 fletëthirrjeve të mëparshme, manovrave që bëri për të shmangur dhe akuzave ndaj drejtuesit Altin Dumani se po bën propagandë. Fletëthirja e tretë ju faturua në dorë në SPAK të hënën, kur Berisha shkoi për zbatim të masës detyrim paraqitje për aferën Partizani, e cila ka kaluar për gjykim. Në fillim u caktoi premtja, por më pas u la për të mërkurën pas pretendimit të Berishës se në atë ditë do të ishte jashtë vendit. Në daljen e djeshme publike, ai deklaroi se do të paraqitet në prokurori. Në fakt, ata që nuk më kanë ftuar mua kanë pasur një hall, por tani në këtë hetim më ftuan dhe unë absolutisht do vi të dëshmoj gjithçka unë di, se kur jam ftuar, këtë do e mësoni. Keni durim. Tha Berisha pasi doli nga SPAK-u ishte në zbatim të masës së sigurisë. Ai shtoi gjithashtu se e ka konsideruar 21 janarin vrasje shtetërore para se këtë ta bënte gjykata e Strasburgut. A mos e ka konsideruar edhe Sali Berisha vrasje shtetërore? Jo, a mos e ka thënë Sali Berisha i pari para Strasburgut këtë? Për të qenë konsekuent me veten tënde, jam unë i pari që e kam quajtur pasi një herë u tha se ishte nga afër. U bë ekspertiza, u tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh dhe kirurgu e ka mbrojtur edhe 2 vite më parë atë ekspertizë. Por ekspertiza tjetër tregoi se nuk kishin plag nga afër dhe unë bazuar në atë e kam quajtur vrasje shtetërore, shtoi ai. Por nëse edhe sot refuzon të përgjigjet thirrjes së SPAK, atëherë organi akuzës ka detyrim të urdhërojë shoqërimin e detyrueshëm të tij. Më herët është thirrur për dhënë dëshminë e tij mbi 21 janarin edhe ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha. SPAK po heton ngjarjen që sistemi i vjetër i drejtësisë e gjykoi si vrasje nga pakujdesia, insistimi i familjarëve të Alex Nikës, viktima e vetme pa autor, bëri që dosja të rikthehej në vëmendje. Më 12 mars 2024, gjykata e lartë pas vendimit të Strasburgut urdhëroi SPAK-un të hetojë 21 janarin si krim shtetëror dhe të zbartë përgjegjësitë e drejtuesve të lartë, përfshir Berishën, Bashën dhe Andrea Prendin për vrasjen e 4 protestuesve, Hekuram Deda, Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe Alex Nika. Fillimisht prokuroria e Tiranës çoi në gjyq vetëm ish komandantin e gardës, Andrea Prendi, dhe ish efektivi Nagim Lupo, të dënuar respektivisht me 1 dhe 3 vite burg, të cilët prej kohësh janë të lirë. Në korrik 2024, SPAK regjistroi procedimin penal për 3 akuza, vrasje në rrethana të tjera cilësuese në bashkëpunim, shpërdorim detyre dhe pengim të zbulimit të së vërtetës, të gjitha të kryera në bashkëpunim.